Mirëdita të gjithëve, ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe që keni gjetë kohë me ardhë sot. Jemi mbledhur sot për të promovuar romanin historik me 2 vëllimet, autorit Ylli Radovicka, që titullohet Vatër e ndezur. Unë do them 2 fjalë për biografinë e autorit. Zoti Ylli Radovicka ka lindur në Shkodër, ka kryer shkollën e mesme dhe pas përfundimit të studimeve të shkollës mesme ka punuar si redaktor në gazetat e kohës Rinia dhe Bashkimi. Më pas, ai vazhdon studimet për histori filologji në Universitetin e Tiranës dhe njihet për punën e tij të palodhur si mësues në Gjimnazin e Shiakut, por dhe në Pallatin e Kulturës asaj kohe. Është quar për botime të ndryshme si poezi, vjersha, skeqe, reportazhe të ndryshme, tekste këngësh. Vepra e tij kryesore mbetet romani që ne do të prezantojmë sot. Romani në vetvete nuk është memoaristik, pavarësisht se ka elemente të forta të memorjes që autori i romanit i ka mbledhur nga kujtimet e kolegëve të tij kosovar dhe flet për rezistencën e Kosovës pas luftës së dytë botërore. Është, siç e thash, ka elemente memoristike, por ka dhe një stil letrar shumë të fuqishëm që e kthen atë në një roman historik. Amanetin e babës vetë e ka përfunduar i biri Ardiani, i cili ka mbledhur punimin, e ka përgatitur për shtyp, por njëkohësisht ka përgatitur edhe kopertinën e romanit. Ardian përgëzime, punë fantastike. Tashti unë do t'ja jap fjalën zotit Kadri Dakaj, konsullit tonë të Kosovës. Faleminderit shumë, si do që t'jetë. Përshëndetje gjithëve dhe njerë më falni për 2 minutat e kohës. Nderuar zoti Radovicka, faleminderit shumë për ftesën, nderuar faleminderit shumë për organizimin që keni bërë ju dhe shoqata juaj, është nder dhe kënaqësi që jemi pjesë e këtij eventi kaq rëndësishëm. Tani lejoni që t'ju them 2-3 pika për asë të filloj që të flas më tepër për romanin, edhe pse kam shfletuar në mënyrë shumë të shpejtë edhe të sipërfaqësore, të them drejtën, për arsye që vetëm para 2 ditë ne u takuam bashkë me Adrianin dhe ma prezantoi librin. Por Adriani jo që ka marrë një premtim për babain e vet dhe ka sjell këtë kujtim përmes këtij romani, por ai ka mbajtur premtimin e dytë që neve të na prezantojnë këtë libër në këtë forum, në këtë panajër, kaq domethënë për ne gjithë shqiptarët. Tani para 2 vite unë jemi takuar me Adrianin, po ashtu dhe premtoi, më tregoi që ka planin ta botojnë librin e babait vet. Dhe nga ajo kohë, me thënë drejtën, edhe unë kam menduar Adrian non stop për këtë libër dhe jam shumë i lumtur që e mbajtë premtimin edhe të babait tan, po dhe premtimin ndaj nesh që të vesh pikërisht në Toronto dhe ta bëjmë një promovim ndaj këtij libri me një karakter shumë interesant historik, edhe politik, edhe kombëtar që përfshin disa epoka shumë të rëndësishme të popullit tonë. Tani reflektojmë mbi rëndësinë historike të romanit Vatër e ndezur. Unë thash gjatë shfletimit që i kam bërë këtij romani, kam kuptuar shumë shpejt se autorin fakt i romanit, zoti Ylli Radovicka, i cili tashmë nuk jeton mes nesh, e ka jo vetëm që ka marrë përsipër ta shkruajë një tekst, një libër të tillë, por ai më duket që përmes këtij romani ka marrë përsipër ta përcjell një epokë historisë të popullit tonë. Edhe njërën ndër epokat, po thoja, nuk jam historian, por nga ajo që kam pa në kontakt me qytetarë ndryshëm bashkë kombastar nga Shqipëria, kam vrejt që pjesa e luftës dytë dhe përfundimit luftës dytë është edhe në tekstet historisë të Shqipërisë, mos them fare e përshkrume, ose shumë pak e përshkrume, me ngjarjet që ka ndodhur në Kosovë. Përmes këtij romani, zoti Ylli, por përmes punës normalisht të Adrianit, e ka përcjell këtë epokë të shkrume edhe të detajzume aq bukur në këtë roman, duke përfshi situatën politike, sociale, shoqërore të shqiptarëve të ndarë më dhunë që kanë mbetur në pjesën e Jugosllavisë në atë kohë, dhe të cilët padrejtësisht pastaj e mbesin të pushtuar për 70-80 vite më vonë. Ardiani aty e përshkruan përmes personazheve të përshkruar në roman mënyrën se si shqiptarët nga Shqipëria e kanë pa pjesën e Kosovës dhe qysh ajo pjesë është manipulu
nën pretekstin e bashkim vllaznimit ose vëllezërve ta quajmë ashtu komunist. Dhe nën këtë pretekst, ata në fakt e kanë pas pretekstin e tillë vetëm të ta pushtojnë pjesën tjetër të territorit shqiptar, që janë viset shqiptarët Kosovës, edhe viset tjera tani me shqiptar që janë pjesa e shqiptarëve Maqedoni, Lugina, Jona, Preshevës e gjitha me radhë. Kryesisht romani Ardiani do të plotëson edhe pjesa e parë dhe e dytë fokusohet thasht mas luftës dytë botërore, fokusohet në ngjarjet që kanë ndodhur në Kosovë, por fokusohet brigadat shqiptare të asaj kohe, të cilët kanë ardhur që ta ndjekin pushtimin nazist në Kosovë. Tani unë këtë pjesë në të e lexu Ardian vërtet sot në mënyrë ashtu jam emocionuar sepse një pjesë e historisë që tregon ky roman unë kam dëgjuar për odat tona në Kosovë. Edhe babgjyshi jam, kushërinte me që kanë jetu, e kanë përjetu këtë kohë, që edhe na kanë transmetuar neve, por fatkeqësisht vetëm në formë gojore, përmes bisedave që ata kanë pas në për oda, bisedave gjata, në bramjeve tilla që e kanë treguar historinë, por ju më ka bërë shumë qefi që një pjesë e tyre sot tashmë është në këtë libër, edhe vërtet ju sugjeroj gjithëve që ta lexojmë, sidomos gjeneratës të re. Çka më lidhet ose ka përfshi më shumë në këtë libër është që romani përpos titullit që ka Vatër Ndezor, ajo fillimisht ka pas edhe titullin që je rob në shtëpinë e vet. Ishte kështu në tekst të shkruar dhe pikërisht ne kemi qenë robër në shtëpinë tonë pjesa e Kosovës. Por kujtohet përshkruan shumë detaje disa nga figurat e politikës së atëhershme jugoslave, të cilët përmes propagandës socialiste, komuniste kanë dashur të përcjellin që shqiptarët në viset të Jugosllavisë në Kosovë do ta kenë të drejtën e votimit mas çlirimit të nazizmit, edhe që t'i bashkohen Shqipërisë. Edhe mendoj që kjo ka qenë një ndër disfatat tona dhe politike në atë kohë, sepse pjesa tjetër e shqiptarëve në Shqipëri dhe klasa atëhershme udhëheqjes politike komuniste ose socialiste ka pranuar këtë farë prezantimi si të mirë qenë, që cila në fakt ne shqiptarët e Kosovës e kemi ditë shumë mirë që nuk do të ndodhë kurrë. Ylli, tash Rahmet ne thojmë shpirti i tij në parajs edhe përmes Ardianit e përshkruan këtë ngjarje shumë mirë se si ushtarët edhe ushtarakët Shqipërisë vinë Kosovë me pretendimin që ata po e çlirojnë në fakt Kosovën, por ajo ndodhte kundërta dhe si shqiptarët e Kosovës, ndoshta për gjeneratat e reja dhe do ta diskutojmë gjatë pyetjeve, po shqiptarët e Kosovës në atë kohë, sidomos zona e Drenicës, e ka luftu komunizmin. Kanë qenë brigadat e Shaban Pollozhës, të cilat kanë luftu për të mbrojtur popullatën shqiptare mas vitit 1944-45 në fakt, sepse tërheqja e nazizmit e shkaktoi një valë të pushtimit të serbëve që vishin ta ripushtojnë Kosovën. Ndërsa brigadat e Shaban Pollozhës në atë kohë, cilat i përshkruan disa në tekst, vinë brigadat shqiptare dhe thojnë shqiptarëve të Kosovës që ju duhet luftoni me ne që ta luftojmë gjermanë. Ne thojmë problemi nuk është nazizmi, është Serbia, janë serbët. Ndërsa kjo libër e përshkruan detaje dhe besoj që tash kam një emocion veçantë sepse nuk e kam besuar që i gjoj historinë që e kam dëgjuar, në fakt e gjoj në këtë libër dhe si e tillë jam shumë i lumtur që edhe shumë i privilegjuar në fakt që kam pas rastin ta kem edhe që jam pjesë e këtij paneli. Unë mendoj që nuk është tekst vetëm tekst ose roman i bazuar në ide ose të thurën me imagjinat, por në fakt është një libër historik i bazuar në fakte e në fakte të shkruar me gjakun e popullit shqiptar të ndarë padrejtisht. Kështu që unë të përgëzoj për librin, ndoshta do të kisha lënë atë për pyetjeve dhe edhe përgjigjeve nëse ka nga publiku, por ndoshta edhe vetë Ardiani e plotson këtë pjesë. Dëshiroj shumë sukses që dhe të premtoj që këtë libër do ta kemi në prioritet të prezantimeve tona gjithmonë. Faleminderit gjithëve që ishit pjesë. Faleminderit. Ata niftoj shkrimtarin shqiptaro-kanades, Përparim Kaplani, për të në 2 fjalë mbi librin. Përparim, faleminderit. Kur dëgjova për herë të parë nga
Ardiani që do të botonte romanin e babait, sinqerisht vetëm ideja që djali interesoi për një vepër të babait, më bëri shumë përshtypje, thash më njëherë po do të ndihmoj. Ishte një lloj amaneti, domethënë, është më kujton një varg nga këto këngët e Eminemit, Cleaning Out My Closet. Më shumë diçka që kisha mbetur e burgosur në sirtar, edhe që ishte pothuajse domethënë po mos i jepte shpirt i biri kur nuk do të bëjë realitet. E thash patjetër që do ta bëjmë. Edhe besoj se vetë botimi, domethënë akti i botimit është shënon një rekord Guinness më vete. Pse e them këtë? Edhe Ardiani për momentin jeton në Itali. Unë jam në Toronto. Edhe më shkronte si da bëjmë. Është një platformë fatmirësisht në këto kohët moderne ka mënyra të ndryshme botimi, siç është për shembull Vanity Publications Vanity, domethënë që mund ta botosh vetë. Është një draft2digital.com, që është një platformë elektronike që self-publishing, e cila ofron mundësira të ndryshme për ta botuar librin. Aty i tregova Ardianit se si mund ta bëj antar i kësaj platforme që e çon titullin në 24.000 librari në gjithë botën. Dhe nuk ka asgjë të keqe, domethënë që të provosh edhe të botosh. Nuk ka asgjë të keqe, nuk do të presësh ti mbas 100 vjetësh apo mbas 10 apo mbas 5 vjetësh apo mbas edhe një viti, derisa të botohet libri nga një shtëpi botuese tradicionale. Nuk jam kundër, domethënë, botimeve që bëhen në mënyrë individuale. Dhe i tregova si bëhet booklinks, këto bookmarks, hyperlinks, është digitalizimi i librit në mënyrë elektronike. Domethënë, sepse po bëja bisedë me një botues këtu, që për shembull Kadareja nuk i ka librat e digitalizuar. Unë vetë si person, si autor, që nuk po krahasoj vetëm me Kadareja, po i kanë gjithë librat e digitalizuar. Atë është e frika e piraterisë etj, që më thoshte botuesi dhe unë dakor të mbështes qëndrimin e tij. Por ky libër është i digitalizuar, është edhe në format elektronik. Edhe Ardiani arriti ta bënte atë me gjithë ato pyetje që bënte her pas here. Tashi do të kalojmë në anën artistike dhe historike. Për mendimin tim, ky roman ka vlera të jashtëzakonshme historike në radhë parë. Ne kemi dëgjuar të gjithë për masakrën e Tivarit, po s'kemi lexuar asgjë. Thuhet që janë vrarë mbi 7.000 rekrutë shqiptar nga Kosova, janë pushkatuar në mënyrë të tmerrshme, dhe nuk është shkruar asgjë në gjatë kohës komunizmit. Autori Julli Radovicka ndjes pas atje ku është lart në qiell, krahasonte këtë masakër me masakrën e manastirit që kanë bërë otomanët, që vranë 3.000 princa shqiptar, i ftuan atje për në parad në manastir, edhe i vranë. Pasi bën edhe atë paradën, i vranë, i të bën cop-cop. Edhe ajo që domethënë ka vlerë të jashtëzakonshme historike. Po nuk ka vetëm vlerë historike, ka edhe vlerë letrare. Çfarë për shembull vlerë letrare? Unë nuk po them që është jashtëzakonshme etj, nuk po futem në anën asaj përshkrimit artistik etj, po më bën përshtypje dialogu. Ka dialoge të panumërt. Është një rekord më vete. Libri është një dialog i gjallë, nga faqja e parë deri në faqen e fundit. Jam habitur nga densësia e dialogut. Pothuajse si një dramë më vete, domethënë sikur e ndryshon atë, sikur kalon atë kufirin e gjinis, është roman apo është dramë, sepse është një dialog i gjallë. Dhe përveç kësaj, domethënë, galeria e personazheve të panumërt. Do të marrësh listën, t'i shënosh pa nga pak, do t'i shënosh. Kush janë këto, domethënë, personazhe? Edhe për shembull në qendër të romanit, që s'dua ta tregoj, se s'dua ta shes historinë, duhet që ta lexoni. Është një familje kosovare me 5 vëllezër dhe një motër. 6 fëmijë. Dhe babai, që është, në mos gaboj, është Ademi. Tashi unë kam këto ca personazhe këtu. Shkurtimisht, se s'dua t'ju, domethënë, ta ha gjithë kohën unë. Nëse kjo ja pranon syzet. Pra romani paraqet një nga momentet më tragjike të periudhës së pas luftës në Kosovë dhe në treva shqiptare në ish Jugosllavi. Përmes dialogut, ndërmjet si fillon romani, ndërmjet
e Jupit dhe majorit Blazho Jeremić, autorët zbulon mekanizmin brutal të regjimit komunist Jugosllav, ku akuzat politike ndërtoheshin mbi absurditete, parajgjykime ideologjike dhe frikën ndaj identitetit kombëtar shqiptar. Që në rastin e parë, Liman Rëpër fillon vllai i madh është komandant divizion, komandant brigade. Lufton në vijën e parë, brigada shkon deri në Vishegrad. Nga ana tjetër Ozna, shërbimi sekret serb, fillon e krijon listat e vdekjes, listat se kush do listat e ekzekutimeve, kush do vritet. Shkojnë atje dhe marrin vllain e komandantit të brigadës e marrin edhe e vrasin. Pse? Për një ditar. Të mërshme këtë që kanë bërë serbët, është të mërshme. Unë habitem se si. E sot e kësa ditë unë habitem me popullin shqiptar të Kosovës, që nuk ka bërë një mur të madh Berlinit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Unë nuk jam për Ballkanin e hapur. Është të mërshme. Vrasjet masive që kanë bërë Serbia në Kosovë. Jam totalisht kundër Bashkim Vllazërimit. Domethënë këte hiqeshin, domethënë që ishin vëllezër që do ndërtonin shoqëri të re, domethënë, edhe këte shkonin vrisnin vëllezërit. Si është e mundur? Tash unë s'do ta tregoj gjithë historinë e romanit, po qëndrohemi çik te mbyllja e romanit. Edhe babai përfundon në burg. Ademi, Baca Adem përfundon në burg me një ushtar malazes, Jovan Milutinović. Tash Jovani tregon historinë. Ka një gjë të bukur tjetër romani që ka dhe atë që thash unë, domethënë kjo gjë do të them tash kundërshton atë që thash unë para 5 minutash. Që ylli në kundërshtim nga unë ka gjetur edhe personazhe serbe apo malazeze të mirë që ishin në anën e shqiptarëve. Për shembull, ky kishte përfunduar në burg, Jovan Milutinović kishte përfunduar në burg, sepse në gjatë marshimit vdekjeprurës, marshimit të vdekjes nga Kosova në Kukës, Puk, Shkodër dhe në Tivar, ky shpëtoi 35 shqiptar, 35 rekrutë shqiptar. I dha Blazho Jeremić i dha uri që të vriteshin, ky tha jo, ja çoi malsorëve dhe i shpëtoi. Ja një personazh pozitiv që në kundërshtim nga ajo që thash unë, ylli shikon atë se kush është i mirë apo i keq, shikon gjërat në të gjitha ngjyrat. Edhe për historia tjetër, një ushtari tjetër serbo-malazes, Ivan Vujović, që e marrin dhe e vrasin e pushkatojnë. Pse e pushkatojnë? Sepse shpëtoi 15 rekrutë shqiptar. Vajnë atë i pan duke pirë ujë, jo s'ke për të pirë ujë, jo ande po këte, shkon ai rreshteri ngre armën, shkon Ivani, ja heqë atë armën nga dora, tash i shkon atje, pastaj që të shpëtojnë, e vrasin të Ivan Vujovićin, i bën gjyqin aty për aty e vrasin. Për mendimin tim, nëse këto figura janë të vërtet që ekzistojnë, se është unë tash s'po marr vesh atë diçka të tillë, kam atë dilemën time, është histori apo është ngjarje e trilluar? Kufiri ndërmjet realitetit edhe trillimit artistik është very tiny, është shumë i holl. Nuk e kupton ç'është është realitet apo është fiction. Edhe nëse është e vërtetë që ka patur, domethënë persona të tillë që kanë mbrojtur rekrutët shqiptar të parë matosur, ky Ivan Vujović duhet të bëhet hero. Duhet i bëhet monumenti në Shkodër apo atje në Tivar, që kanë mbrojtur shqiptarë dhe viktima kundër të njëjtit regjim që e kishte veshur me uniformë. Çuditë të tjera doja le lexuesit, unë kaq kisha për të thënë. Shumë faleminderit për diçka të fundit. Po. Draftu digital, çka ka një gjë tjetër të bukur, një gabim ortografik në një gjë, mund ta ndryshoj, kopertinën nëse do, mund të shtoj vëllimi i parë, vëllimi i dytë. Këtë gjë të mirë ka draftu digital që në çdo kohë mund të bësh. Nuk është e gdhendur në gur. Edhe mund të prodhosh vetëm kopje minimale. Bile edhe një kopje, edhe 5 kopje, edhe 20 kopje. Nuk është si shtëpitë botuese tradicionale, draftu digital. Kurse edhe pemat, edhe natyrën. Po, patjetër. Kaq. Shumë faleminderit për mbarim, shumë faleminderit. Okej, tani Ardiani do flasi 2 fjalë. Shpresoj të mos jesh i emocionuar Ardian. Unë do të lexoj. Okej. Po, patjetër. Ja, emocionuar. Të nderuar zonja zotëri, së pari ju falenderoj për ardhin këtu dhe përshëndes për fjalën e tyre që thanë si Marelba, si zotin Kadri Dakaj,
që është konsul i përgjithshëm edhe për kontributin që jep gjithmonë mbështetje të kulturës, po kështu dhe zotin përparim Kaplani për punën e tij që ka bërë, ndihmën që ka dhënë në këtë ndërmarrje. Është kënaqësi dhe emocion shumë i madh për mua që e bëj këtë prezantim sot, edhe pasi kjo është një trashëgimi për ne dhe për familjen tonë. Sepse vlerësoj që kjo është kujtesa jonë historike. Ai ishte njeri me mendjet për mendimin tim të jashtëzakonshme, nuk kam, mund ta them pa sepse gjithë ato që i njihnin e thonin këtë gjë, zotëronte njëri shumë të thella në fusha shumë të ndryshme, kishte një kuriozitet të jashtëzakonshëm, zotëronte disa gjuhë të huaja, lexonte në disa gjuhë të huaja. Edhe ishte mendje hapur dhe kurajos, kishte pasion shumë të madh edhe guxim për kohën që jetonte. Gjithnjë kam pas model në jetën time dhe mendoj që edhe këmbgulja ime e tregon këtë gjë. Kam pas model edhe ky libër është një histori e gjatë edhe e veçantë. Ai e shkroi romanin në shumë vite, gati 20 vite. Duke marr të dhëna, duke marr dëshmi nga kosovarë që erdhën, që kaluan kufirin, edhe është një akt dashurie ndaj fjalës shkruar, mendoj. Kur e përfundoi dorë shkrimin, nëna ime shtypi gjithë romanin me makinë shkrimi, sa atëherë s'kishte kompjuter, me një punë shumë të lodhshme dhe me zemër. Pas ndarjes së babait nga jeta në vitin 1990, dorë shkrimi mbeti si një amanet i pambyllur. Për shumë vite motra e mbajti me kujdes, derisa erdhi momenti që dorë shkrimin e mora dhe fillova unë të kalvarin tim për shtypjen në kompjuter, edhe në këtë moment mu gjend edhe përparimi që më dha një ndihmë goxha të madhe me leximin e romanit, me hartimin e parathënies dhe me ndihmën në publikimin e tij në një kohë rekord, ashtu siç tha dhe përparimi. Kjo vepër është botuar mbas 50 vitesh. Pra 50 vite që ka ndenjur zyrtar. Të ndroi e heshtur, por ai e shkroi me ndershmëri dhe kurajë intelektuale. Tema është delikate për kohën, në realitet në ashpër të diktaturës komuniste, shumë të vërteta nuk mund të thuheshin hapur, sepse vepra nuk mund ta shifte dot dritën e votimit. Ky roman është një prej këtyre veprave. Dhe këtu duhet të ndalen pak tek filozofia dhe besimi që e kanë thënë prej mira vitesh. Platonit i atribuohet thënia e vërteta nuk humbet kurrë. Dhe në Ungjillin sipas Lukës 8:17 thuhet, nuk ka asgjë të fshehtë që të mos dalë në dritë. Kjo vepër është një dëshmi e gjallë e kësaj të vërtetë. Duhet ndalen pak dhe tek Kosova, sepse kur lexon Vatrën e ndezur, kur sheh dhimbjen që ndresën padrejtsinë dhe shpresën që përshkruajnë faqet e romanit, nuk mund të mos mendosh për Kosovën. Historia është një histori që duket sikur përsëritet, që ndres sakrificë, dhimbje, por dhe forcë e jashtëzakonshme për të mbijetuar dhe për të qëndruar. Ashtu si personazhi të romanit Babai tim dhe Kosova ka ditur të ruajë dinjitetin e saj, të mos dorëzohet, të mos shuhet. E ka qenë gjithmonë një vatër e ndezur, me dhimbje, me krenari, me qëndres. Kjo e bën lidhje me romanin dhe më të fortë. Vatra e ndezur është më shumë se një roman, është dëshmi e një kohë të vështirë, pasqyrë një realiteti që nuk duhet harruar. Është një vatër kujtese që ndez reflektime dhe emocione. Për familjen tonë kjo vepër ishte trashëgimi shpirtërore. Është mënyra si babai im vazhdon të flas me ne edhe sot. Është mënyra se si ai mbetet i gjallë në mendjen dhe zemrën tonë. Për komunitetin shqiptar, sidomos për diasporën, ky libër është një ftesë për të mos harruar rrënjët. Është një kujtesë që historia jonë nuk është vetëm ajo që shkruhet në libra të mëdhenj, por ajo që thuhet në familjet tona. Në fund duhet të shpreh mirënjohjen time për gjithë ata që bën të mundur këtë moment. Faleminderit ACDA-s dhe Rudin Daklit që mundsuan organizimin e këtij edicioni të Albanian Book Festival. Faleminderit Evis Laskut, Ermal Xhixhës dhe Dorianit të teknikës që për mbështetjen e tyre të çmuar logjistike dhe teknike në këtë promovim.
Dhe sfundi, po jo nga rëndësia, falenderoj djalin tim Ylli, që mban me nder emrin e gjyshit, dhe mbeset e mia Dea dhe Ema, krenaria jonë familjare. Amaneti im për ta është i shenjtë, të ruajnë gjuhën dhe kulturën kombëtare, sepse ato janë rrënjët tona dhe drita jonë. Ju falenderoj nga zemra që jeni pjesë e këtij momenti, ju ftoj ta lexoni librin me qetësi dhe mendje të hapur. Dhuroj që secili prej jush të gjejë në të një dritë, një kujtim, një reflektim, një vatër të ndezur brenda vetes. Zoti bekoft shqiptarët kudo që ndodhen. Faleminderit Ardian, amaneti është i përmbushur, tash libri është për ne, për ta lexuar edhe për ta studiuar. Unë do ftoj mbesën e autorit Dean. Dea, mund të thuash dy fjalë, faleminderit. Dhe stërmbesa e autorit, Dea. Po, patjetër. Më falen nëse bëjnë çik gabim. Aty është bukuria. Më falen, sorry. Okay. Një paragraf të shkurtër nga libri. Aty nga mesdita, nisi papritur të bërë një shi si me shtemba. Asimi smundi të ri me në... Ja, sorry. Okej, Dea, shumë mirë. Afro dhe po pak? Okej. Aty nga mesdita, nisi papritur të bërë një shi si me shtemba. Asimi smundi të ri me në karig, ndaj ngrit e vajtit të dritarja e vetme e zyrës. Jashtë rruga se zbrazur krejt e pikat e shiut, dukshin sikur qelna gropeza të vogla, atë poshtë, mbi superfaqen e sheshte të ujt, të mbledhur tashim në obor. Rekezat e vogla që përridhen me shpejtësia në përmuret e xhamit të shtëpive, po e merrnin në vetë me në fund edhe ato mbeturinat e paka të Deborës që i zhverdhur e zbërlikur nga koha. Bravo, Dea. Faleminderit, Dea. Faleminderit gjithëve. Nëse ka pyetje nga salla, mikrofoni është këtu. Kemi dhe në një këtu. Okej. Me sa kuptova unë, për sa i përket pjesës së mbledhjet manualit, sepse ndjeva një hije dyshimi nëse është ndërshkrim i shkruar apo është fiktiv. Ju thatë që janë shkrime të marra nga miqt e tij të mbledhura dhe të publikuara, jo të jetuara nga i vet, nëse e kuptova sakt. Edhe sepse zotria më parë tha diçka që vija midis të vërtetës dhe asaj fiktives është e hollë për të kuptuar. Të shkruash një libër të tillë për mendimin tim, dhe aq më tepër në ato kohë, flasim për ato vite, fiktiviteti nuk mendoj se do të shkonte në këto hapa, dhe pse nuk e kam lejuar, dhe pse nuk e kam lexuar librin, mendoj se është e fortë dhe është e thellë, dhe mendon që është më tepër një rrëfim. Më korrigjoni nëse e kuptova mirë apo jo. Libri nga ato që unë di, se unë kam qenë një adoleshent në atë kohë kur e ka shkruar, dhe ai fliste me shumë pasion, dhe janë të thëna reale nga burime të ndryshme, jo nga një person i vetëm. Ai nuk ka jetuar, s'ka shkuar kurrë, sepse ka vdekur në 1990. Kështu që nuk ka qenë në Kosovë, por shok, koleg të tij ja kanë thënë këto gjëra. Përveç kësaj, ai ka qenë shumë kurioz, siç e thash, lexonte, gërmonte shumë, edhe nga burime të juve të huaja, domethënë merrte informacion nga gjitha drejtimet e mundshme për të patur një saktësi. Kuptohet, ka personazhe historik real, ka dhe personazhe me emra të krijuar. Kështu që, por vërtetësia në fundit nuk është dokument historik, është roman. Dhe kur mban fjalën roman, si thosh, ka të drejtën autorit të ketë dhe pjesën fiction. Por dallimi mes fiction dhe realitetit, siç e tha përparimi, është i hollë dhe unë nuk jam në gjendje të marr përsipër të them sa i hollë është. Unë mund të them vetëm që është i hollë, por se sa mikron është, nuk mund ta them dot. Dakor, të e kuptoj. Faleminderit.
do doja unë të shtoja diçka në lidhje me këtë punë. Unë jam Taulant Radovicka, pra jam nipi i yllit. Siç e përmendi Ardiani, që ashtu siç për arsye të gjyshit tonë, të tragjedisë familjare, siç u zhvendosën, u larguan nga Tirana ylli, gjithashtu edhe Imat u larguan nga Tirana, ne ishim në zonën e Fushkrujës. Ne kishim një komunitet kosovarësh goxha të madh në zonë. Edhe Imat komunikonte, kishte një pjesë shokësh, këta ishin kosovarët të cilët ishin arratisur me sukses nga ajo zonë dhe ishin vendosur në zonën e Krujës. Dhe shumë nga ata i tregonin edhe Timedi. Unë majmend që kam qenë i ri, po i majmend si sot këto historira. Dhe këto ishin historira të jetuara të njerëzve që i kishin hequr vetë punë, s'kishin pse transformohen në zgjë, pikërisht pra, këto ishin sepse ne e kishin pamundur të shkonin të thonim edhe ta shihnin me realitetin në Kosovë. Por njerëzit që vinin nga ande i kanë treguar me gojdhënat e tyre dhe kjo e kanë mbajtur se ne nuk e kishim idenë se çfarë bëhesh. Edhe kam përshtypjen që ka qenë në të dy krahët e kufirit. As ju nuk e keni pas idenë se çfarë ndodhte këtej, as ne nuk e kishim idenë se çfarë ndodhte në Kosovë. Po mos ishte për njerëzit që vinë dhe na tregonin eksaktësisht me gojën e tyre se ç'kishin heq. Pra kjo ka mbjetuar si pasojë e gojdhënave. Siç është historia e gjithë njerëzimit fatikisht. Përpara se Pra, edhe një gjë, më fal. Edhe një gjë, pra, ngjarjet që ja kishin treguar ky transmetuar, nga ana tjetër, kuadrin e gjerë historik për udhëheqjen e Serbisë njërën tjetër, i kishe marrë edhe nga historia, sepse ishe njohës i thellë i historisë. Si thush, kishte përvojën e tij, kishte të ballafaquar dhe me dëshmitë e vërteta të ardhura nga njerëzit që kishin jetuar. Disa është e njohur zonja me krijimin letrar. Rëndësi ka që ngjarjet që përshkruan autori jenë eksaktësisht në tërësisht ashtu siç kanë ndodhur në atë kohë. Merita e autorit është të krijojë personazhe që pasqyrojnë atë periudhë në ato ngjarje. Dhe shkrimtarët gjithmonë mbledhin materiale të ndryshme dhe i shfrytëzojnë ato materiale duke krijuar figura të cilat nuk dalin jashtë kuadrit historik duke shtrënguar historinë. Nëse kanë vjedhur, nëse kanë vrarë serbët ose kanë vrarë shqiptarët, ai normal nuk mund ta bëjë që shqiptarët të dhuran lule. Do të tregojë që është bërë vrasje, po s'do të tregojë emrin e personit që ka vrarë, por një figurë. E kuptoj shumë drejt, e kuptoj shumë dhe thjesht duke parë forcën e dhimbjes. Shumë mirë. Domethënë, nuk ka rëndësi që materiale ka shfrytzuar ai. Ka rëndësi pasqyra e përgjithshme që na jep ai. A përputhet 100% me ngjarjet historike të Kosovës që ka qenë plagë e hapur e Shqipërisë historikisht? Edhe një shtesë të vogël, unë do bëj një analogji me pikturën, me që e kam atë mundësi, sepse shkrimin nuk futëm aq shumë se nuk është e imja. Në pikturë, kur bën një peizazh, mundohesh ta interpretosh peizazhin, nuk e fotografon. Pra ky nuk është një fotografim i realitetit, është një interpretim i realitetit. E shef një pemë të verdhë, e bën të verdhë, mund ta shtosh pak dozën për efekte koloristike dhe kompozimi, por nuk e ndryshon totalisht, bën ajustime të duhura. Unë nëse më lejohet Ardian, veç kisha dashur në shty, ma shumë nda me juve në fakt një të vërtet që familjarët e me e kanë përjetu, kushërinjtë e me, edhe në momentin kur e pashe në pika të shkurta përshkruhet edhe to vërtet përshkruhen disa prej personazheve janë të kohës, do të thonë origjinale, sidomos ata të qeverisjes serbe në atë kohë, që ishte ky Vasa Çobrelović edhe të tjerë që kanë qenë ideatorët e spastrimit teknik të shqiptarëve në regionet ndryshme të shqiptarëve, të roja shqiptarëve. Po do ta ndaj edhe për këtë u emocionova Ardian kur e pash sepse
Dikun më njerë pas vitit 45 vinë brigadat e Shqipërisë, që është në atë kohë, ndoshta gjenerata ma vjetër që është këto e përkujton, përndoj edhe me ju që thatë që nga ona jonë është transmetu ndryshe, edhe me një zonë deri te pjesa Drenisës ato vendoset në disa zona dhe ne në atë kohë, printe me, do më thonë me gjallarët e me, e kanë qujt, ne kemi qujt në Kosovë si 3 ditë Shqipëri, se në vendosë që një kohë ka nejtë, kemi qenë pak ma të lirë për në atë kohë. Atë kohë ishte faza përfundimit edhe derisa Jugoslavia e serbët e krijojnë strategjinë e tyre që thot nuk do të jepen tokat e Kosovës, Shqipërisë që të bashkohen, por nuk është interesi tyre. Edhe në atë kohë tani në Kosovë është kriju brigada në pikërisht në Drenicë, edhe këtu përshkruhet në disa pjesë e Shaban Pollozhës, njëri ndër luftëtar dhe patriot më të mëdhej të kohës, se më njerë pas luftës dytë botërore, edhe që i tillë ka qenë sepse rreziku i tërheqjes se trupave naziste gjermane në atë kohë e krijon e lën territorin e hapur për pushtimin dhe djegjen masive të fshatrave nga regjimi serb. Edhe tani ne, si shqiptarë të Kosovës, pjesa e Drenicës, u mobilizu në që t'i bëj barjerë, do më thonë t'i mbroj fshatrat, sidomos që vinë në veri të Mitrovicës edhe të Dvoshtres që është e pjesë. Në atë kohë, njërin ndër familjarët e me rreshtohet moshën 14 vjeçare, ai ka qenë i vetmi fëmijë, do të thonë familje që mbet mas motrat e tij vëllezër gjithë u vranë me të vetmi fëmijë, në moshën 14-15 vjeçare u rreshtu në brigadat e Shaban Pollozhës. Mirë, po kur vjen pjesa e brigadave të Shqipërisë, ato e marrin edhe arrestojnë dhe i kërkojnë në fakt me dorëzu armën. Se i tregon dikush që ka qenë, edhe ai nuk e ka dorëzuar armën, quhet Sinan Dakaj, është një histori që krejt ajo pjesë e din, po në fakt nuk është të shkruar, dhe kjo më dhimbem pse s'është të shkruar. Dhe i kërkon komandanti i brigadës së Shqipërisë ta dorëzojë armën, thotë nuk e dorëzon, edhe e qesin për pushkatim, edhe ka pas varrin e qelur për pushkatim. Ndërsa me një në tekst të përshkruhet kur vjen një vizit, tash nuk e di për ato, thotë ne vjen vizit babai i komandantit nga Shqipëria, edhe fshatarë që kanë qenë aty afër shkojnë e lutin edhe e pshtojnë atë djalin para pushkatimi. Ai ka vdekur moshën 90 vjeçare Sinoni, po gjithë i kanë thonë varri Sinonit, por Sinoni ka qenë i gjallë. Edhe Sinoni se e pshton thotë ti të lëshoj, do më thotë lirojmë para pushkatimit, por që do të vish me neve që ta luftojmë Gjermanin dhe bashkë me serbët. Edhe këtë thot, unë nuk vi me juve një hap, sepse Serbë janë armiq tanë. Nuk kemi vllaznim bashkim me këta. Ju duhet me na mbrojt ne, edhe ka qenë një debat i tillë në fshatin tonë, që zhvillu një kohë gjatë edhe është memorin e gjithë asaj zone, edhe neve kjo na ka kriju pastaj ne një farë kuptimit që fenomeni nuk është njoft mirë nga shqiptarët e Shqipërisë i asaj gjendje, dhe në fakt pajtona me zotin Kaplani, edhe këtë debat pse po e lidhe me këtë temë është që përshkresht e Ballkani hapur tema, cilën edhe pse si diplomat s'du me atë fare, por ne kemi qenë rezistues ndaj asaj sepse nuk krijohen këto mundësi për pa e pyet popullin vendas pjesën aty që çka ka vujt nga pushtimet edhe regjimi i genocidial i Serbisë në atë kohë. Pra, pajtona plotësisht janë faktet vërteta, por mënyrën që autori ka prezantuar pastaj normalisht që i ilustron, por e argumentoj edhe me çdo gjë që këto janë përjetuar për popullatës tonë, edhe sot nëse shkon ato zona ka njerëz vjetër që i kanë mbledh këto fakte, në pjesë i kanë shkruajt, por që ekzistojnë sot asaj dite në memorin e kombit tonë si njëra për periudhat më të errta të historisë tonë. Unë jam nga Tirana, 300 vjetë në familja ime, Gimbakalli, në mes të Tiranës. Unë me emrin e familjes Radovicka e kam një gju, edhe ka qenë një fat që e kam një gju, kur kam marrë shkollën e mesme më kanë emru në Institutin e Projektimit të Institutin e Hidrocentraleve. Krijuesi i hidrocentraleve ose hidroenergjetikës shqiptare ka qenë Petrit Radovicka, që vjen nga familja Radovicka. Domethënë, njëri aq i shqumë, domethënë se ka bë histori. Më vjen mirë që kjo histori e familjes intelektuale Radovicka unë njoft nga unë nëpërmjet zotit Adrian. Për fat nuk kam shumë vite që e njoft, do para 3 vjetësh që e njoft në një ekspozit, bile mund të bëj një vrejtje që i ke lënë një humbje Kanadas, Torontos, që e shku në Itali. Nuk kam një kundërshtim Italisë, aty është qendra e rilindjes piktorëve e të artit rilindës të Evropës, por gjithsesi është një humbje për... Më vjen mirë edhe që
Zoti Ylli do më ndjerë Ylli dhe më ka bo një roman të tillë për të cilën mund të folsha jo se kam lexuar, po folsha për Kosovën që ka shkruajt. Unë kam debolesat e mia për Kosovën edhe nuk pushoj në Facebookun tem për të folë për Kosovën. E kam dhe të freskët, është një mase zotëria që është nga Kosova, e ka një gjuhë emin, kam një mik, si shumë mik tjerë, për kam një Enver Bytyqi, që nuk pushon të shkruajt për Kosovën. Edhe mram bile unë a i kishe shkruajt i gjotë dhe unë me që kom kontakte i kthej i bën një status aty edhe a i më kthen përgjigje edhe thotë Zoti inshallah e merr në mbrojtje Kosovën që Kosova të bëhet ashtu si që meriton më bo. Unë kam dhe një përvoj me kosovarët sepse në lëvizjen të themi tragjike në kohët moderne, kur 1 milion kosovarë kanë hik pri represionit serb, edhe një pjesë kanë arë në Shqipni, unë kam pas fatin të maj disa në shpinë teme, se edhe në qendër, kanë arë atje dhe kanë nejtë aq sa deshën me nejtë, dhe mënë sa u qetësu situata atje, edhe kam dhimbjen që kam një gjuhë për tyne, dhe mënë nuk mund të përshkruj. është tepër madhengjyse, edhe për miqve tjerë që kam në Kosovë. Unë libri shpesoj ta marrë, domethënë, ose shpesoj ta kem në bibliotekën time, por e quajtë mirëqenë vetëm për faktin që zotëria që është kosovar vërteton vërtetësinë e ngjarjeve që ka shkruar autori. Urime zotëria. Faleminderit shumë. Atëherë ti falenderojmë gjithë. Si mendon tash për dash? Ku mund ta gjejnë njerëzit? Në Amazon. Po, është i botuar në Amazon. Urdhë? Jo, hapi parë është këtu. Pastaj, mendimin e konsulit mund ta promovojmë dhe në Kosovë. Hapi dytë mendoj që tjetë në Kosovë. Pastaj, hapi tretë Shqipëri. Sepse përderisa flet për Kosovën, i takon të shkoj hapi dytë në Kosovë. Kështu mendoj. Kështu që shpresoj që Zoti konsul edhe ambasadorit do në ndihmojnë. Ju falenderojmë gjithve për kohën, për pjesëmarrjen. Libri është edhe përshitje poshtë tek stendat e Panahirit. Ylli do mbetet gjithmonë i paharruar për veprën që na ka lënë. Ardian, ty të falenderoj shumë. Edhe në emër të shoqatës dhe në emër të shqiptarëve, të gjithë shqiptarëve. Ju uroj që libri shumë shpejt shkojnë në Shqipëri, shkojnë në Kosovë, shkojnë gjithandej. Ky ishte hapi i parë. Me bekimin e Zotit, çdo gjë do jetë okay. Faleminderit gjithëve.